Edhe pa kur në ndajnë dhe Miss Malësia do tjetë në fazën e tij finale, një eveniment i bukurisë, i traditës, i kulturës së veriut të Shqipërisë, trevave të qarkut të Shkodrës. Gjithçka tashmë është gati për të pritur bukuroshet në evenimentin e Miss Malësia 2015 në Razëm të rrethit Malësisë së Madhe. Gjithçka është gati dhe organizatorët po merren me detajet në mënyrë që ky spektakël i bukurisë të jetë model për të gjithat atë cilët do të marrin pjesë në këtë koncert madhështor që do të mbahet në Razëm për të përcaktuar edhe bukuroshen e Malësisë për vitin 2015. Ditën e diel do mbahet në Razëm Miss Malësia, aktivitet i madh kulturor i cili do organizohet për herë të dytë tashmë në Malësinë e Madhe në qytetin turistik Razmën, ku do promovoj të gjithë vendet e veriut të Shqipërisë, do ketë mise nga të gjitha trevat e veriut të Shqipërisë dhe besoj që do jetë një aktivitet shumë i mirë, do ketë të gjithë, do ketë shumë këngëtar pjesëmarrës. Publikut i themi le të vinë të gjithë në Miss Malësinë ditën e diele në orën 15:00 sepse do jetë një spektakël dhe një show i jashtëzakonshëm. I mirpresim gjithë malësorët, të gjithë shkodranet dhe nga gjitha trevat e veriut të Shqipërisë. Një eveniment i veçantë, i cili do të transmetohet ekskluzivisht në ekranin e Star Plus Televizion dhe plot surpriza të ftuar, të cilët do të jenë prezent në këtë eveniment për të zgjedhur bukuroshen e Malësisë së Madhe.